Sot do ju tregoj për një dyshek që përdor për makinë, edhe për piknik me çadër, po unë e mora për makinë më shumë, sepse shpesh herë bëjmë rrugtime në vëjtët me pushu dhe na duhet. Ta shikojmë para ka, ta fryjmë këtu në bagazh. Këto janë manuale, janë 2 pulla. Ka këtë formë, është me 2 pjesë. Kjo fryhet në veti, kjo fryhet në veti. Këto janë kështure, për drejtarët. Pas ka dhurat. Super. Kjo është me vonë sy me flet. Kjo është një çantë e vogël, me fut mbrenda këtë. Tu është bomba, së rregull. Electric bomb. Punon me makinën, prisën e makinës. Ka gjitha llojet e madhësive. Këtu është dysheku. Këtu poshtë pas ka edhe diçka tjetër. Ka një stek. 2 stek shumë bukur. Edhe këto me ajër. Ka dhe 2 tapa, një fut në vesh me fletë qetë. Shti do bëjnë gati makinën. Ka të mirë që janë 2 pjesë dhe po pat makinë më të vogël për shembull. Po patë makinë më të vogël, hap vetëm gjysën. Se shoh i hapet kjo. Tu ka tapat, fryet kjo më veç, kjo vetë. Makina e me duhet ta marre, por edhe po se mori, nuk e frym këtë pjesën fare, këtë tjetër. Mjafton kaq për provë. Sa ndrejtën duket taman si sallon komplet. Nuk ka nevojë as për një stek. Fare. Do të fryj edhe një stek, sepse me çfarë shikoj nuk duhet fare. Tha shumë pse i ka gjitha 3 format. Po, një steku vetëm me këtë u fryka.
Steku që ka I vogël, që ka për bebe ma shumë. I bukur. Do t'i shfryjmë avash avash. Për t'i shfryjë tamam që mos ngelet fare ajri. Do vendosim në krau tjetër pompës ku merr ajër. Do vendosim të nxjerrim ajër me pompë. E shfryrja duhet bëhet me pompë sepse të paloset. Ndryshe nuk paloset. Duket edhe kur e prek me dorë se është thellësor, nuk është diçka plastik që mund të hupe erë, mund të bëjë. Do bëj një tur nëpër Shqipëri, do kem me vetë. Sepse me mbyll hotel, jo kap hoteli, jo do të dalë shpejt, jo do të hyr shpejt. Kurse kështu, ndalon në një vend ku ka kamber stop për shembull, ku ka banjo, ka kurrent.